Çka do më thonë mësysh në lukth edhe në vende tjera që vërejhen gjatë hijamës dhe si shërohet. Mos këdash me thonë që vërejet gjatë rukjes dhe si shërohet. Të nderuar vëllezër dhe motra, unë parimisht jam kundër këtyre diagnozave kaq të thukta, të detajuara të leximeve të Koranit. Nuk ka argumente të prejra asgjë, as nga Kurani, nga Suneti për këto detaje. Thjesht janë përvoja të njerëzve të cilat herë janë të qelluara e herë të gabuara. Sa më shumë që rrim aty, apo të ndalemi aty ku është ndalë Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është më mirë. Këshilloj po ashtu edhe vëllezërit që merren me rukje apo me hijame. Mos hyni shumë në detaje të diagnozave me u dhënë njerëzve, kur mungojnë argumentet fetare për këtë. Krye detyrën tënde, lexoj Kur'an, bëj rukje njerit, jepi këshilla çka me bë, si me vazhdu me adhurime, me ibadete. Mos hyn detaje, ke mësysh në lukth, ke mësysh aty, ke këtu, me çfarë mjeti po e detalizon, po e konkretizon se ki që tu ki atje. Hyni, i shifni dietarë të cilët pasojnë argumentet nga Kurani dhe Suneti, se si kanë qenë të kujdesshëm dhe kanë tregë vërejtjen për këto forma të dhënies së detajeve. Mos i bani ves njerëzit. Mos i demoralizoni. Si shërohet? Çdo sen, çdo problem i botës së gjinëve shërohet përmes mësimeve të fesë, përmes udhëzimeve, përmes kryes së ibadeteve, leximit Kuranit, faljes namazit, dhikrit, të gjitha, pa marrë parasysh çfarë diagnozet ka dhënë mësysh në lukth ose diku tjetër. Veç lexo Kur'an, bën dhikr, rri me abdes, rri me gusël, përmendo Allahun, falë namazin, kryej ibadetet për çdo problem që ke psikologjik, që të në këtë formë. Kujdesni nga ata hoxhallar të cilët nuk po them që detyrimisht janë të devijuar ose mashtrues, por kanë hyrë çaq thellë në këto mesele sa e kanë tepruar. Nga se du të jemi të kujdesshëm të ndalemi aty ku është ndalë feja. Kështu në ajetet edhe hadithet që flasin për këto tema dhe dietarët e mëdhej të umetit nga sahabët apo 3 gjeneratat e para, i shef se shumë njerëzit kanë zgjeruar këtë kapitull sa mund të jetë dëmshme kjo gjë.